në një operacion policor në Malin Bode në zonën e Maliqit. Ne humbëm një koleg të mrekullueshëm, humbëm një baba, një familjar të përkushtuar dhe policia e shtetit humbi shërbëtorin e saj në shërbim qytetarëve. Në këtë ngjarje edhe një punonjës policie është i plagosur rënd dhe ai po merr ndihmën e plot mjekësore. Njëkohësisht edhe personi në kërkim që ishte bërë rrethimi i tij dhe për të bërë neutralizimin dhe kapjen e tij dhe ai gjatë shkëmbimit të zjarrit është plagosur dhe ndodhet në spitalin e Korçës. Është vërtet një ngjarje nga ato të cilat e lë pa fjalë, ku unë s'do doja sot që të isha para jush.